vendosa të kthehem në Kosovë në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askuj tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, Prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit të Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktima të pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe pa drejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, më lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, a më bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit të Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: marrja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, ama plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kuj tjetër. Shqiptarët nuk ushtronin pushtet, është paradoksale. Ata shtypeshin nga pushteti i Slobodan Miloševićit. Misioni ynë si popull ishte i qartë: mbijetesa, liria dhe paqja. Unë nuk isha fare iluzione. Por, shpresa e jone vetme për shpëtim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Prandaj tërë fokusi im ishte ndërtimi dhe forcimi i kësaj aleance. Për këtë qëllim, unë udhtova në shumë kryeqytete për t'i bindur për kauzën tonë të drejtë në Bruksel, Londër, Berlin, Paris, Bern, Oslo, Vjen dhe vendet e tjera. Por kudo që isha në kontakte vazhdueshëm me zyrtarët e administratës amerikane. Miloševići e kishte filluar luftën e Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim.
por luftën mund të përfundonte vetëm NATO, as kusht tjetër. Dhe ashtu ndodhi, po të mos ishte intervenimi i NATO-s, lirit Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës.